Kalojmë te tema 6 të dashurisë, rritja shpirtërore, faza tjetër e besimit të krishterët. Tek Ungjilli sipas Lukës 9:23, vetë Zoti Jezus thotë: "Pastaj u tha të gjithëve, nëse dikush dëshiron të vijë pas meje, le ta mohoj veten, ta mbaj kryqin e vet çdo ditë dhe të më ndjek." Pra Zoti, siç thamë, nuk detyron askënd, por të gjithëve u flet edhe sot. Dhe thot, nëse dikush dëshiron të vijë pas meje. Pas, sepse ai është i pari. Pra kush do ta ndjekë Zotin në rrugën e tij? Zoti këtu jep zgjidhjen, le ta mohoj veten, që do thotë pendohu. Pra çfarë ke ditur në këtë botë? Në këtë botë që është komplet iluzion, që jeton në mëkat dhe shumë gjëra janë vetëm sipërfaqësore. Është mbushur me gjysmë të vërteta. Dhe askush nuk arrin në forcat e tij të njohë të vërtetën e plotë. Vërteta e plotë është vetëm fjala e Perëndisë. Dhe Zoti Jezu Krisht thotë që do të njihni të vërtetën e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Pastaj thotë, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Dhe askush nuk vetet tek Ati, pra në parajs, vese nëpërmjet meje. Dhe këtu thotë, nëse dëshiron të vish pas meje, tek rruga e vërteta dhe jeta, duhet të mohosh një veten. Sepse nuk mund të vesh tam si mëkatar në parajs. Po duhet të pendohesh dhe ti besosh jetën tënde Jezu Krishtit, që mëkatet të falen, ti të rilindësh si bir ose si bie Perëndis. Dhe kur të shohë Perëndia aty, të shohë Krishtin te ty. Pra që jetoj Krishtit te ty. Dhe këtu thot mbaje kryqin çdo ditë. Pra çdo ditë duhet jetosh si krishter. Pra çdo ditë duhet ta lejosh Krishtin që të ketë kontroll të plotë të zemrës tënde. Të mbretërojë në zemrën tënde, të mbretërojë në jetën tënde vetëm Jezu Krisht. Jo ti. Se po thet dua edhe unë edhe Krishti, atëherë je fetar dhe hipokrit sipas Biblës. Dhe nuk e kërkon Zotin me gjithë zemër. Ndoshta me gjysmë, me çerek, me 3 çerek, po prap, po ke lënë vend aty për veten tënde, atëherë ke lënë vend për egoizmin. Dhe egoizmi është mëkat dhe mëkati është helm. Po nëse i beson Zotit drejtimin e jetës tënde, atëherë duhet të pendohesh, ta mohosh veten, ta mbash kryqin çdo ditë që do thotë të përulesh. Dhe kur shpërulet të shkrimi, merr hirin e Perëndisë, merr dashurinë dhe mëshirën e pamerituar. Dhe vetëm kështu mund ta ndjekësh Perëndin. Pra krishtërimi nuk jetohet dot pa hirin e Perëndisë. Krishtërimi është i vetmi besim në botë. Dhe në fakt është vetëm një besim se një Perëndi ka, pavarësisht se njerëzit kanë shpikur marifete të shkrimi, kanë shpikur dhe fe në bazë të filozofirave, interpretimeve të tyre. Kjo është punë tjetër. Perëndia është vetëm një zgjidhje. Besimi krishterë nuk jetohet dot pa hirin e Perëndisë. Do thotë nuk jetohet dot pa Perëndin. Pra kush mendon se mund të jetoj krishtërimin vet pa ndjekur Krishtin, atëherë nuk po jeton krishtërimin. Po jeton një version fetar të shpikur nga mendja e tij. Do thotë që ky njeri nuk është në rrugën e duhur. Sepse po bën sipas kokës tij, po vendos vetë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, del prapë mëkat. Prandaj Zoti e trajton shumë seriozisht mëkatin. Dhe thotë moho veten, mbaj kryqin dhe më ndiq, pra ki besim. Sepse pa besim e përsërisim nuk i pëlqen dot Perëndis. Pra Perëndia kërkon besim dhe besimi është bindje. Ta lësh veten në duart e Zotit. Tek 1 Pjetri 2:2 na thuhet ashtu si foshnjat e poshta lindura, dhe këtu do shohim si mund ta ndjekim Jezusin. Ja ku na thuhet si foshnjat e poshta lindura, të përulur si fëmijë. Pra mbajmë kryqin përulemi si fëmijë, si foshnjat e poshta lindura të shkrimit. Dëshironi qumshin e pastër të fjalës së Perëndisë, që të rriteni me anë të tij. Pra si rritemi në besim me anë të fjalës së Perëndisë? Po si t'ja bëjmë që ka krishterë dhe nuk kanë lexuar asnjëherë Biblën, nuk kanë vajtur në kish, nuk kanë dëgjuar fjalën e Perëndisë. Po shkrimi thotë ata nuk kanë mohuar veten. Nuk mbajnë kryqin. Duan të jetojnë siç duan ata. Dhe mbi të gjitha
Përveç se nuk janë të përulur, që thotë janë krenar, dhe krenaria është mëkat tjetër mjaft serioz dhe krye mëkati është krenaria. Satani pra angjëlli i rënë na krenaria ra, Luciferi që u bë Satan. Pra nëse je krenar nuk do të dëshirosh dot qumshin e pastër të fjalës Perëndis. Fjala e Perëndis do të neverisi. Krishterimi do të duket i ashpër. Nuk do të pëlqej. Sepse kështu reagon errësira ndaj dritës. Errësira, për ata që dina fizika, do që ta mbërthej dritën, ta kapi, ta mbuloj, por nuk e vlen dot. Dhe ne nuk e shohim se perceptojmë dot, shme këtu në këtë dhomë shqyllan, nuk e perceptojmë që janë gjithë këto atome, errësirës që përpiqen të kapin dritën gjithkohës, ta kundërshtojnë. Por drita nuk mposhtet dot. Kështu është me Perëndin. Ose jeton pa Zotin, sipas Biblës, ose me Zotin. Nuk ka rrugë të mesme. Pra nuk ka rrugë të mesme në dritë. Ose je në dritë, ose je në errësirë. Kështu që nëse duam të rritemi shpirtërisht, sikurse kemi temën, duhet të dëshirojmë fjalën e Perëndis çdo ditë. Dhe të jetojmë sipas fjalës së Perëndis, si foshnjat që dëshirojnë qumshin e pastër. Le të themi nga gjiri i nënës. Ka ndonjë foshnjë që nuk dëshiron qumshin e nënës? Asnjë. Atëherë si mund të ketë krishter që nuk dëshiron fjalën e Perëndis? Kur vetë fjala e tij thotë që në fillim ishte fjala, fjala ishte me Perëndin, fjala ishte Perëndi. Dhe fjala erdhi në mish, dhe fjala ishte dritë e botës, Jezu Krishti. Dhe me anë të fjalës, Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Atëherë si mundet i krishterit të jetojë pa fjalën e Perëndis? Për si peshku që jeton pa ujë. Atëherë nuk je peshk, sepse nuk mund të jetojë peshku në ujë. Ose njeriu që jeton pa ajër, atëherë si njeri? Janë nga një tjetër vend. Kështu që nëse i krishteri nuk ka dashuri për fjalën e Perëndis, nuk shkon në kish, nuk do të dëgjojë, nuk do të rrimë besimtar, atëherë nuk je i krishter. Por ka një rrugë, dhe Jezusi e thot rrugën. Mohoje veten, mohoje mëkatin, je mëkatar, mohoje këtë gjë. Ndro rrugë. Por ulu mbaj kryqin. Dhe ndiq fjalën e Perëndis, ndrequ me fjalën e Perëndis. Sepse fjala e Perëndis, thot diku tjetër apostulli, është i vetmi mjet për të shpëtuar shpirtrat tanë. Fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese na thuhet. Vetë Jezusi thotë që fjala që unë kam shpallur do t'ju gjykoj në ditën e gjykimit. Dhe apostulli thotë, mbani fort fjalën që mund të shpëtoj shpirtin. Në fillim ishte fjala, fjala ishte Perëndi, mos harrojmë, është dritë e botës. Për ata miq që thonë vetë krishterë dhe nuk jetojnë me fjalën e Perëndis, nuk duan ta dëgjojnë fjalën e Perëndis. Nuk kalojnë kohë me fjalën e Perëndis. Atëherë bëni llogarit ku është zemra juaj dhe si është rritja juaj shpirtërore, çfarë niveli shpirtëror jeni. Dhe them këtë me dashuri, sepse të gjithë jemi në rrugtim, të gjithë jemi në një betejë shpirtërore, por rritja shpirtërore është urdhrimi i Perëndis. Dhe këtë urdhrim mund ta shohim edhe tek 2 Pjetri 3:18 ku na thuhet, por rrituni. A le të ndalim pak këtu. Rrituni thotë fjala e Perëndis. Ku në hirin që shfaqë që gjithëve hirit tanë. Po si? Dhe në njohjen e Zotit, më falni, në njohjen e Zotit ton dhe shpëtimtarit Jezu Krisht. Atëherë, jo vetëm në hir, pra o ka hir Zoti dhe kaq. Po ti rritu pra në njohjen e Zotit të tjerë. Dhe në njohjen e shpëtimtarit Jezu Krisht. Ti enuncia e Krishtit, e kisha, nëse e ndjen veten pjesë të kishës. Pjesë të thirrur. Pra ideja kryesore dashur miq është që jemi të thirrur. Kisha, në fjala greke, koine, pra direkt koine që shkruhet në Vjetën e Re, eklesia, do thotë të thirrurit. Nuk thot Bibla që kisha është ndërtesë, madje thot Perëndia nuk jeton në ndërtesa të bëra në duart e njerëzve, thotë veprat e apostullit. Perëndia ka zgjedhur të jetojë në këtë tempull, pra në trupin e njerëzve, në Vjetën e Re. Dhe bën këtë në momentin që ju pendohet, beson, do ndjeki Zotin, fryma e shenjtë bën banesë këtu.
Pra këta janë të thirrurit, këta janë krishterët. Por ama jemi të thirrur si krishterë që të rritemi dhe të piqemi në besimin tonë. Sepse po nuk u poq pema fryti, pra nuk lëshon fryte, po nuk u poq. Dhe Zoti Jezus thotë, nuk më keni zgjedhur ju mua, ju kam zgjedhur unë ju dhe u kam thirrur që të jepni fryt dhe që fryti juaj të jetë i qëndrueshëm për Zotin. Pra ky është qëllimi i Zotit. Pra ne jemi vepra e Perëndisë, thotë diku tjetër apostulli, të krijuar për vepra të mira, pra për fryte. Pra krishtërimi, tham, nuk është fe, është jetë e re, pra është një mënyrë jetese që çon në perëndishmëri, pra një jetesë shpirtërore. Dhe jo thjesht rehati. Rehatin e kërkon bota, nuk do t'i jetë rehat edhe mos ta ngatrosh me këto gjëra. Lërë thot ka njerëz thonë një jetë kemi. Unash i krishteri nuk duhet thot një jetë kemi, sepse kjo jetë është thjesht e përkohshme që na çon dhe na përgatit për përjetësinë. Pra jeta e vërtet është ajo që jep Jezu Krishti, jetën me bollëk. Ndaj dhe rritja shpirtërore është rritje në besim. Pra do të rritesh shpirtërisht, rritu në besim. Si të rritem në besim? Sipas njohjes së Perëndisë. Si ta njoh Perëndin? Sipas fjalës së Tij dhe jetesa në fjalën e Tij. Pra ta njohësh fjalën dhe të jetosh sipas fjalës së Perëndisë.